Pasporti, tama me statistika po të folit konfirmume, që është ma i përhapuni në Kosovë, është Kosova 1, 2, 3. Ta klenon të qipin e punës, edhe mundet me shku me hinë zyre me qeptonën. Me qitoa? Po, me qita do me thonë të e klenon. A është këj pa përgjushëm do me thonë, a? Hajtë të provojna, a mo është haku në i her email adresa njerës, për mes White Intellit, 2 herë ma pas kanë haku email njerës. Pujna me këshyrë që të cila është faqja ma e hakume prej institucioneve. Po, edhe cia hakohet, nuk hakohet vesh. Edhe cijës ti qëtë kusho haku në cia. Edhe cijës, dhe me thonë kena qasje. Po, ti dhe me përdojnë kompjuterin. Po, me dhe That's it, qaj është. Personi i parë që vjen në zyrën e Straight Bit Akademis i ka një kurs 3 mujor 500 euro me vlerë, ka pa pare. A i keni po qëtë video? Qysh përgjohet telefoni? Telefoni përgjohet në 2 mënyra. Sigurisht ju ka shfaq në TikTok, mu ka shfaq edhe mu, unë e ku më ronë kontakt me Karabin. Karabi kish emrin prej Straight Bit që merret me siguri kibernetike. Cilat janë mënyrat qysh hakohemi ma lehtë, cili është institucioni që hakohet mas shumë të në Kosovë. Sa përgjohën telefonatat, sa janë të sigur të aplikacionet, kur folin në Instagram, edhe gjithë shka rrëth sigurisë kibernetike, ku morë sot me fol me Karabin, Karabi po na pret, të që kemi Karab? Qysh je? Qysh po kalon? A je mirë? Që kjo është zyra, ta mund zyre programerav. Qysh je Karab? Mirë falenderit. Hej, e posh njeri ato video në TikTok, pak me të kallëzu drejt, sështë që se ku menu, tuta pak. A veden, se gjithësht kur e menojna apo na hakon dikosh gjithojna, ja besë si janë kërkojna me na hakun njëme, po realisht dhonat e njerëzve janë... është një kod shumë i mirë, që dhe me thonë kush do thot që nuk kam unë qka me mshef, pse më haku mu, është njëjtë si kur me thonë nuk ma njën mu për fjallin e lirë, që ka me thonë unë. Nuk ma njën mu për demokracinë që ma siguron lirin e shprejës, se s'kam qa me thonë. Njëjtë, dhe me thonë nuk kam qka me mshef, nuk ka kush qka me hakon, e ka konceptin e njëjtë. Po, hakime ndodhen në baza ditore edhe në Kosovë, sulmet kibernetike janë ta shumë të hapuna, për shkak se gjithë shka po digitalizohet, edhe bankat nuk ka ta shumë pak kaksi vjede klasike, ta është haraqe virtual, që të enkripton dhanat edhe thot nëse dënë të me rifillu punën tonde, paguje këtë shumë në kriptovaluta. E sa hakohen njerëzit e na? Hakohen njaft shumë, edhe njëna prej fakteve që na mundemi me fol, e kemi një përfaqësi të White Intel, është një program që na e kemi do me thonë në pronësi. White Intel. Qka bën White Intel? Komplet kredenciale që ekspozohen në dark web që janë të hakume, edhe në Telegram këto chanela që janë databazat të hakume, ajo i mbledh, i vizualizon, edhe na i kemi këto live data për secilin institucion, për secilin muna me thonë person apo çka do që neve na intereson me pa, i ka të ekspozume, edhe mënyrën qysh janë haku, qysh janë ardhur deri te hakimi, çdo se na kena këto të definume edhe të ekspozume. Për shembull, nëse e shkruan qëto, nëse jap kredencialet e mia të Facebookut, TikTokut, ti mundesh me më kallëzu, a jam haku në i hera? Po, na muna për shembull te kjo pjesa e Have I Been Pwned, është një website që tregon që email adresa jote a ka qenë herë hakume. Okej, hajtë të provojna, a mo është haku në i herë email adresa njerës, për mes White Intellit, a e shkruan qëto bërim pacoli, @gmail.com. Edhe email adresa jote ka qenë në 2 data breaches ose 2 herë ka qenë ekspozume. E hakume, a? Po, tash e shohim ku. 2 herë ma pas kanë haku emailën njerës para me na. Po, emailën direkt nuk ta kanë haku, po ku e ki përdor të emailën disa platforme, ato kanë pas sulme, do të thot, të mbrëmshme. E shohim që në Dub Smash, këtë aplikacionin mati që ka qenë, në 2018 kanë pas një leak. Edhe qa ka qenë ekspozume email adresat, geolocations, emrat, passwordat, phone numbers, ti nëse e kitë po të njëjtin password, që ki përdor prej 2018-ës, apo prej 2020-ës që është në Google Avatar, duhet me ndru. Se na rekomandojna passwordat, me i pas unik, normal, na nuk mujna me lon, i kena 20 platforma, po të 20-at me jep, ka një password njëjtë, s'ka sens mi majt me një password. Qashtu na e bojna, kryesisht që kjo është praktika e shqiptarëve, neve, nuk e di që shumë bod një password, që me pas ma let me majt me, po do me thonë se rekomandon. Kjo është
as pak e rekomandueshme për shkak se çka nëse ty në vend të punës të hakohet emaila, edhe ti po jep hakerit gratis qasje në rrjetet tua sociale, në të dhëna bankare, një banking me të njëjtin pasword, ai ka më shku edhe krejt ka më pas qasje. Na rekomandojnë këta me nda në 3 grupe paswordet. Paswordin, do me thonë në grupin e parë, leje këto që e ki për punë. Work related, çka do që ki, nëse nuk punon, studion me siguri, ato që ki të universitetit, mbajeni pasword edhe të punës një pasword. Rrjetet sociale, leje një, edhe në të dhëna bankare, e-banking, këto që i përdor për transaksione bankare, një pasword tjetër unik. Që mi nda 3 kategori. Kjo është krejt si praktike mirë që mos mi thonë dikujt qasje free nëse hakohesh. Nëse hakohet të njona prej. Na mujna me pa, do me thonë që në baza ditore e shohim të njëjtin pasword të në kohën. Është një pasword që përdorët pri krejt shqiptarëve, edhe është paswordi që i ka përmi 300.000 përdorime, edhe dina që me qatë pasword na mujna me marë qasjen shumë llogari. Nëse hina të White Intelli, edhe marrim institucionin i cili ka mas shumë t'i leaks, apo rrjetet të dhënave. A mujna me këshyrë qëto cila është faqja ma e hakume prej institucioneve? Po, këto e kena për shembull. Kjo është do me thonë direkt domeni i qeverisë, dhe çdo send që ka të bëj me domenin apo me emrin që është tamam zyrtare e qeverisë, na po e shikojna se a ka leaks. Edhe këto e kena të pjesa e consumer, do me thonë personave që e përdorin. Tash na po e shohim dikujt u ka ekspozu paswordin prej e-Kosovës që është haku, pi bjen shumë rishtazi. Është këtë muj data 17. Është shumë rishtazi. Edhe janë përmi 40.000 persona që janë të hakum. Po çka është ma shqetësuese se këto janë krejt qytetarë thjesht, që nuk mujna na për shembull edhe si institucione qeveritare, na nuk mujna me jau kontrollu kompjuterat tjerëve. Po çka është ma shqetësuese se nëse kqyrëm edhe këta që kanë email në RKS.gov.net janë të hakum. Pej kujna hakohen këta këra? To hakohen prej një lloj virusi apo malware që quhet information stealer. Ka qenë trend edhe në KQZ që kemi gjetë bashkë me një koleg tjetër, që ka qenë ai virus aktiv edhe me një faqe të KQZ-s gjatë kohës zgjedhjeve në shkurt. Ai virus maskohet ose si një free software, do me thonë internet nëse është diçka shumë e bukur për mu kone vërtet, verifiko. Qa ka ndodh, edhe pse po hakohen ka shmirë masive, jo veç në Kosovë, kjo i ndodh njëri mujna me bo qëta veç sa më konë transparent, që mos me, do me thonë edhe CIA hakohet, nuk hakohet veç. Edhe CIA s'ti qëtë kusho hakun CIA. Edhe CIA, do me thonë kena qasje, qëta bëm blur, po masit kena këto, do me thonë qëta bujna blur, po e kena qëtë dhe paswordin e një zyrtarit të CIA-s që e ka emailën. Kjo do me thonë është sikur me pas një armë. Edhe qysh për përdorti këtë armë, për të mira për të keq. Kjo është këtë në fund ditës ana filla cyber security-t. Te e ki një armë, edhe te për përdor këtë armë për të mirë, për me eduku brezat të arshme, për me kontribu nivel kombëtar, ndërkombëtar, apo për përdor për mu pasunu, për përdor për me kesh përdor diçka tjetër. Fatmirësisht na këtë pjesën tonë, regionin tonë që e kemi, na e kontrollojnë edhe kush e blenë, se çdo sen kalon përmes neve. Institucionet serioze si bankat apo si qeveria mujnë me ble këtë produkt për disa mijëra euro. Edhe mujnë me mbrojtë, me thonë, komplet infrastrukturën e vetë për këtyne lloj të virusit, që janë information stealers. Ku mujnë një ta kontaktu njerëz? Po, na përveç që jemi, do me thonë, si ekip profesionale, na e kemi edhe akademin këto në Strejbit. Do të thot na edhe punoj me grupe të studentave, për klasa private, për lami të ndryshme të sigurisë kibernetike. Kemi rrjetet e tona sociale që mundën aty më na kontaktu për çdo këshill apo konsult. TikTok edhe në Instagram e kena straybit.academy. Straybit Academy. Po, edhe na e kena aty do me thonë një adresë të hapën që na mundna me i fut edhe në Discord të pjesa komunitetit Kosintit. Edhe në mënyrë automatike me i bo pjestar. Na kena shumë dëshirë edhe me palën gazetarisë sulumtuese me bashkëpunu, se kena tullsa që prej një fotës në e gjera një ven. Ose prej një fotës dikujt një ftyrës, kena punë. Kena trajnime grupore edhe kena trajnime individuale. Pra, trajnimet mbahen
trajnimi është gjatë 3 muaj në këtë fushë edhe shkojna prej zerrës. Nuk duhet përvojë paraprake. As duhet përvojë. Do me thonë edhe çifti jam, po më i ka me... Po, ti dhe me përdor kompjuterin. Po, me dhe That's it. Çaja është. Edhe me Facebook. Çaja neve na mjafton me ditë për shembull me navigu, apo den me thonë dikush këshirak e kit lidh rrjetin, ti me ditë ku me këshir rrjetin. Pjesën tjetër na përket neve. Basics, ma bazike të mundshme. Çaja, se na mësojna për rrjetav kompjuterike. Sa kushton një, do me thonë, a keni me faza, a keni me klasë? Këto gruporet jena mundu me pas një çmim simbolik, kundrejt tregut që e kena na. Një çmim simbolik është do me thonë 499 euro për 3 muaj. Për 3 muaj. Komplet do me thonë moduli i Cyber Security 101 që kena lona emnin që është baza Cyber Security-t. E ka këtë çmim që na i referohemi si çmim simbolik për kundrejt çka marrin prej neve studentat. Edhe baza çdo 3 mujore krijohet një grup i ri konstant edhe mënyrë suksesshme sa herë që ka do me thonë poste. Ja bojna dikojna pa pare, mas i erdha që të, edhe e bënëm që storje, ja bo dikojna fri, qysh me shti diçka bre interesant, personi i parë që komenton, pi bleni like aty, se me ndresën e post. Ashtu mujna me verifiku post pukëm ko. E di qa mujna me bo, se që ta është i të e diskutu, mu kujtu. Nashta personi i parë që vjen zyre, që e shet që të video, dhe personi i parë që paracitë në zyre që thot e kum pa videon të nacionalit e Burim Pacolli, edhe e kum dëgju ofertën aty për personin e parë, mëni me ardhë. Do me thonë së ranë Karabi. E moj fjallën. Po, definitivisht. Personi i parë që e shet që të video edhe që shfaqet e zyra, ku është lokacioni? Lokacioni është në rrugën Muharrem Fejza, në Zërmuja, numër 38, e kena lokacioni që mujna mja dërgu edhe në Instagram, kushdo që na shkruajnë, ose numër telefonit, në atë partë kena më mënu që sa ma shpejt një që lokacionin e sakt, ta mon me pin, edhe kushdo që vjen i pari, first come, first serve. Botën e njerës, personi i parë që vjen në zyrën e Strejbit Akademisë i ka një kurs 3 mujor 500 euro me vlerë e ka pa pare. Karab, a mund është me na tregu cili është pasporti që thejet mas shpeshti? Se po mdoket na i kena pasportat krejtësit në gjashëm. A mund është me na tregu cili pasport, cili lloj, cili moduli pasportit thejet mas shpeshti edhe çka rekomandon ti, çfarë lloj pasportash duhet me i bo për rrjetet sociale? Pasporti tama me statistika po të folit konfirmume që është ma i përhapuni në Kosovë është Kosova 1-2-3. Do me thonë... Mos e bëni pasportin Kosova 1-2-3, njerë, se krejt hakum jeni. Do me thonë Kosova 1-2-3 është pasporti ma i përdorën edhe ma shumë. So njerëz e kanë Kosova 1-2-3? Ofër statistika që i kemi, ofër 300.000 herë, na kena arrit me verifiku që shky pasport është përdorë mirë unike. Do me thonë Kosova 1-2-3 është pasporti ma i përdorën. Na rekomandojna që pasportat me i lonë në i frazë ose një diçka që nuk ka të bëj diçka me ty jetën personale. Se ti nëse din që Karabi e ka një fëmijë me emrin, bla bla, ose e ka një datë lindjes ti të veçantë. Sa një parë që që kanë me. Emrat e fëmijëve i kena na krejt pasportat ose një datë për vjetorit ose diçka që dikush pak me u lumtu për neve, mundet me ditë. Na duhet me pas multi-factor authentication on. Atin që ato kodat që na vinë, po që ka rekomandohet, që ajo është me two-factor. Pse me two-factor? Se numrat e tonë telefonit, ka njerë din, do me thonë edhe mu bo hijack. Mundet për shambull me marrë në një pajisje që e kanë shumica prej kolegëve të mitë fushës, te thirë, do me thonë, kolegun tënë që është anej, unë e me një pajisje e luj antenën edhe thira ka lënë në përmjet meje. Edhe ti më folë me mu, vend që me folë me dikon tjetër. E na rekomandojna përmes aplikacioneve. Po. Ti mund është mu lajmëru në emër dikujna tjetër? Po, që ata ndodhë, do me thonë shumë që me pas edhe spoofing, edhe këto SMS-a që na vinë kënse prej postës, prej policisë, se fatkeqësisht telefonia mobile është e krijuar në atë mënyrë, sa që nuk mundet më përmirësu për një herë, do të me shku fasa graduale. Këto sene nuk ndodhën veç të na, e pa më dhe të cia që ka këto probleme. Gjithë ka të në kohën. Po, që ata na gjithmonë rekomandojna që me lonë në aplikacion këtë kodin, më tarë në aplikacion, se përmes numrit telefonit ka ndodhë Telegram që ka marrë. Përmes numrit telefonit, mu që jo mu dëke ma sigurta personalisht që Po, mundet me t'ingdu ma sigurta, po këto jënë valë. Na e kena ashtu një pajisje që kushton pak, kushton 200-300 euro me ble, ka jam një Flipper Zero, edhe me qëta këgja bon me botelashe. Kjo është pajisje që shitet për mënyrë edukative,
Po i ka do modula me që ta për shembull me pas dikush gjatë ligjerimit manual printerin se ardën, ose manual klimën se ardën, ose ta klenon ty çipin e punës, edhe mundet me shku me hin zyre me çeptonin. Me qitoa? Po, me qita do me thonë te klonon, edhe mundesh me bo ka gjada A me ta. mundesh me më kallëzu diçka korab? Po. A den me më kallëzu, a është mu përgju telefoni mu? A mundesh qito Po, me zbulu? për me dit, a tu ka përgju telefoni, na i kena një metodë që funksionon gjithmonë me dit, a ka pas dikush qasje ma herën telefonin tënë, ta ka marrë dikush telefoni, ka vendos me një USB kablo. Po. Kjo është do me thonë një red flag i madh, se shumica spyware se spyware është ajo që e bën përgjimin e telefonit. Kompjuter është i shpesh, e lo mu mush me kabull. Ajo me kabull, do me thonë janë do kokat kabull speciale që vetëm e pranon pjesën e rrymës edhe i ndal datat, Snapchat, Telegrami, Signal, Messengeri, krejt janë të hakushëm nëse telefoni të hakohet. Nëse unë kom qasjen telefonin tënd, nuk ka dert çfarë aplikacioni ti po komunikon, krejt ka më marrë më këto plain text. Okej, qishti do me thonë ki akses edhe në fotot mija, në videot mija. Çdo sen ti që e ki, çto jena one click click away, se kjo shitet, sikur një lloj parental control, kështë ti me nejt gati fëmijës tënë, kjo mund mu kesh përdorë se shumica që në produkteve maskohen përmes kontrollit prindëror. Kjo është një produkt që mund me ble një njeri rëmdëmt, për marrëm këto pjesën e damës që ka, me lokacion sakt që dikush ku je. Androidat do me thonë hakohen ma shumë, ma të cenushëm. Pse hakohen ma shumë, duhet me ditë, do me thonë krejt, se nuk muna mi thonë kjo është ma e sigurt, kjo është ma e sigurt. Se na kena një telefon që është super i sigurt, që përdorin edhe personat që u thoi një shtetit. Qito e pas keni Blackberry ti për matis pas na thonë, falë që e ka pas ashtu. Kjo është tamam kështu telefon klasik, kjo kon revolucioni, se këta pa të mbo në fillim, një lloj komunikimit enkriptum. E mojme, po se pat gatë kë. Nuk e pat gatë, se... A është këj pa përgjushëm, do me thonë, a? Kjo nuk ka naj sistem operativ të këti lloji që mirët tash me këto telefona. Te nëse hap diçka këto, nuk je këgja safe, por na çka rekomandojna është nëse dën te me konë një sigurt 100%, janë do Google Pixel phone. Okej. Me çato Google Pixel phone, merr një sistem operativ specifik. Edhe me çato do me thonë që është grafin OS-in e instalon, ata e përdoren krejt personat, do me thonë edhe këta që kanë bëjmë inteligencë, edhe këta persona që janë zyrtar të naltë kur dalin jashtë shtetit. Në krejt botën që ato e përdorin. Qa ka i telefoni? Mënët me konë, do me thonë, telefoni i vetëm aktualisht në Kosovë pa përgjushëm njerës. Kështë mujt me ma hakuti mu në i lidhje që ta është në i telefon me boa në i. Për praktik, taman, na duhet me marrë një leje speciale për me qu disa pajisje tona, që për momentin nuk muna me siguru, po për praktik na muna me abo një skanim nacionalës me pa nëse ka qena herë e hakume ose e cenume. Hajde, nacionale, ishala jo. Edhe pse kena pas probleme një ko nacionale pikam. Do me thonë, pas ka pas edhe këto disa incidente të vogla, që mujna me bo një raport edhe me i nejt gati. Pra për shë me information stealers, mujna me pa dhe emrin e kolegut. Po, a? Kujna ju? Besjam beje, sa? Për mes besjam bejes, do me dhonë. Ngocë edhe me password. Ngocë edhe me password. Qërja passwordin besjanit. Ja gjitha do me dhonë na hakoj emailën e një kolegu njërës. Ti përthjesht për bëj që pak e të që me njërës. Për dita është a do të me të besu ty me tënë që të fuqi. Nashta. Jo, vetë fakti që po del të edhe po jetë transparent me këtë sen. Unë e kom zgjedh një rrugë që thojnë etike. Batmani hakerave. Unë e kom zgjedh një rrugë tjetër. Fatmirësisht që e kom zgjedh që të rrugë, se nuk ka diçka në internet që nuk përgjohet ose nuk bëhet track. Dëgjuset, a përgjohë njëre, se ta shti po e shë që jënë këthy në formë këto dëgjuset me kabla. Po, nëse i rren gati do konferencave që janë ka gjashtu sensitive ose mbledhjeve sensitive që kanë bëj për shembull rangu i CIA ose diçka, krejti kanë dëgjuset me kabel. Pse? Se këto që me Bluetooth janë letë të cenushme. Pse muna me buna një cenim shumë
thjesht me që tull, nëse bashkojna me një model, na mujna qato dëgju seminal, ose mujna qatë Bluetooth device, me marë, me pa që po thotë e na. E diskonektojna pi tjetrës, konektohet e na. Edhe që video call, mund më konë conference call, gjithë shka vjen të na. Pala tjetër nuk e din që da na penim. Që ata jonë këthy këto në trend, jonë këthy pak edhe ka aspekti, ka ma në baterin ma shumë, po ka aspekti siguris, jo ma të sigurta që janë me kabel. Më traumatizove njëre, me mëngjes, pasha zoti i rosh pishmon që erdha. Vedin, qka su më kalzove. Ka njerë edhe me ditë shumë, a e ke po, ignoranca ka njerë është orë me fort, nëse e këthe në avantash. Kur den shumë, vjen edhe përgjësia ta. Karab, unë të falenderoj shumë, jëm knaq njeri, qka su më ke kalzu, edhe jëm eduku edhe vetë rrëth kësoj fushe. Fajnderit shumë, hej, njerës, prej zyrës së strej bitit, e tregum ku e kanë zyrën, sigurisht ka me u shfaqe dhe grafikisht këto adresa, personi i parë që vjen paraqitët në zyre dhe thët e kum pa storjen të Burim Pacolli e fitën një kurs trajnim 500 euro prej njerit kryesor. E ngut Karabin fantastike për qëtë punë, ekspert do me thoni fushës, unë jëm Burim Pacolli mos harroni, me që ta mërëm gjeni krejt platformat, siguroni me ma bu follow.